Babë e birë janë arrestuar në Lushnjë pasi gjatë një operacioni policor ju gjetën një kalashnikov me municion luftarak dhe doza kokaine. Në pranga kanë rënë 56 vjeçari SH dhe djali i tij 24 vjeçar, ndërsa policia sekuestroi dhe automjetin e përdorur prej tyre. Finalizohet operacioni i koduar Fokusi, sekuestrohen armë zjarri kalashnikov, municion luftarak, lëndë narkotike, kokainë dhe një automjet. Arrestuan në flagrancë 2 shtetas babë e birë. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Lushnjë në vijim të kontrolleve të shtuara për evidentimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e armbajtjes pa leje dhe atë të narkotikëve, bazuar në informacionet e siguruara në rrugë operative, kanë finalizuar operacionin e koduar Fokusi. Në kuadër të këtij operacioni, u vu në pranga shtetasit SH 56 vjeç dhe HH 24 vjeç babë e birë, bandues në fshatin Hajdaraj në Lushnjë. Shërbimet e patrullës së policisë kanë ndaluar në qytetin e Lushnjës automjetin që drejtohej nga shtetasi HH gjatë kontrollit fizik. Këtij shtetasi ju gjetën doza të lëndës së dyshuar narkotike kokainë dhe vijim të veprimeve gjatë kontrollit në banesë. Shërbimet e policisë gjetën një armë zjarri kalashnikov dhe një krejher me municion luftarak për të që dyshohet se i posedonte 56 vjeçari. Arma e zjarrit dhe e municioni u sekuestruan në cilësinë e provës materiale bashkë me sasinë e kokainës dhe automjetin. Vijojnë kontrollet në të gjithë qarkun me qëllim parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në çdo fushë. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë dhe juridiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme.